Dhe unë jam i thore se që taksat që i paguim ne për shtetin tonë, një pjesë tepër e madhe me hyn në funksion të shpërfaqjes adetave, të kulturës, zakoneve që i kemi ne. Folklori autokton burimor i treve së Deçanit paraqet padyshim njën prej oza më të mëdha. Të ju nis prej vetës, çush ki qef me konë një festival, çush ki qef me konë ndjenjat e njerëzve në qyteti që e mirëpresin një festival. Dash mes dy mendimeve, i ki dy anë të medaljes. Ka njerë thu, pse këta njerëz nuk e mirëpresin me entuziazëm, gjithë shka të vjen kokë. Apo ka diçka ma tutje, cilë është ndikimi në brezat matri, cila rrymë muzikore, për çka janë tetshëm njerëz në këtë kohë, cilë dimensioni kohor në cilin po jetojmë. Dhe vetë të që thu, am ledhen pak bashkët këshurim që po bojmë, a mundë me bojmë atraktiv. A duhet me shpenzu budget ma shumë, a duhet me lobu ma shumë, a duhet me shtu në aksesor në këtyne festivalet që me bojmë ma dashun, ma tomen, ma produkt që publiku e donë. Ta shtyp kur ti i destinohesh dhe shkafes, normal se të krijohet një farë boshleku, të krijohet një farë mlevi. Dhe mund që këtë qytet, që kjo zonë, që kjo rajon, e kanë një sektor të e për të rëndësishëm. Sektori i rëndësishëm që krijon standard të familje tona, të ekonomit familjare tona, është turizmi. Në kuadër të këtij sektori, nuk mund është me pretendu ti që mund është me pas turist pa pas diçka artizanale. E presim me gzim organizimin e këtij festivali. Do më presim me shumë adrenalin. Dhe unë besoj që ja kemi borx në sërim vetës. Dhe sot për ne është shumë rëndësishme me kuptu pse një brez është qunë kohë njërë. Pse një brez ka marrë përsi për diçka. Unë jam jetar i një të drejtë natyrore, sepse jam jurist për ka profesioni, dhe unë e vlerësoj ma shumë të trashëgimin që ka rrjedhë prej kanunit. Pa dashtë sot me përdorë, do odat burra u kodh është kënu, kanë qenë institucioni vetëm në atë kohë, edhe rapsot tonë që i kanë kënu, edhe heroizma. I kanë kënu dhe dashnis, i kanë kënu dhe jetës. Dhe mund kanë bëru në këtu oda, në kodër të kësaj tradite, dhe mund është shumë komplekse. Sot, të e falendru këtë periudhë kohore. Na jemi shqiptarë, të pasi milion. Të e falendru këtë periudhë kohore, na sot jemi të shkollun, jemi intelektual, jemi të lirë, falë kësaj periudhë kohore që ka pru deri të ushtria shkentorë e Kosovës, që është periudha ma shajt e popullit tonë, është hynore. Dhe unë jam i thore se që taksat që i paguim ne për shtetin tonë, një pjesë tepër e madhe me hyn në funksion të shpërfaqjes adetave, të kulturës, zakoneve që i kemi ne. Titulli i kësaj treze flet shumë. Aty ruhet e kultivohet e pika legjendare, këngë me lahut, që gjithsesi na kujtojnë ciklin e kreshnikëve, ritualet festive, lojrat, dokët dhe zakonet, bashkë me këngë që këndohen në dasma konagjeqe, në ceremoni të lindjes dhe vdekjes. Pastaj lojrat popullore që luhen në skenë, këto vlera kaq të mëdha të folklorit të kësaj treve dhe me gjerë janë visar i trashëgimisë shpirtërore të Deçanit, por janë pasuri edhe e mbar brezave të shoqërisë. Dhe padyshim janë vlerë që bashkëjetojnë me mozaikun e trashëgimisë kulturore botërore. Prandaj duhet ruajtur si sy të ballit ky thesar kaq i begat. Tek festivalet pra, po ashtu është ruajtur pjesa tjetër e çmuar të ditës shumë të lashtë e veshjeve popullore, kostumografisë që është aset i pakontestueshëm. Folklori autokton burimor i treve së Deçanit paraqet padyshim njën prej oza më të mëdha
E them me plot përgjithësi se festivali kombëtar i folklorit e shkëndezur Mishkëllëzën i ka arritur vlerat e një institucioni. Ky festival ka 20 vite jetë me 10 edicione. Tashme, siç është thënë edhe prej të tjerëve, Deçani me rrethin është i njohur në histori për tradita datare, por edhe për tradita etnokulturore. Ndër komponentet më të rëndësishme të folklorit shqiptar, natyrisht është vallja tradicionale. Vallja është një gjuhë artistike që bën vlera kulturore, historike dhe estetike, duke ruajtur dhe përcjell identitetin kombëtar. Vallet shqiptare janë krijuar nga vetë populli dhe janë përcjell brez pas brezi nëpërmjet praktikës tradicionale. Ato nuk janë vepër e një autori të vetëm, natyrisht, por janë rezultat një procesi të gjatë krijues kolektiv, gjatë të cilës janë pasuruar dhe përsosur vazhdimisht.